Premiera e filmit artistik Vdekja le të presë e regjisorit Edmond Topi u shfaq mbrëmjen e së shtunës në Pogradec, qytetin ku lindi dhe u xhirua ky film me metrazh të plot. I zoti shtëpisë, kryebashkiaku Ilir Xhakolli, gjatë këtij eventi ftoi publikun të mbante një minuteshtje për ndarje nga jeta të Margarita Xhepës, e cila në këtë film i interpretoi rolin e fundit të jetës. Sot ndihemi shumë keq që se kemi disnesh artistën e popullit Margarita Xhepa. Pramia e saj shpirtërore e bën këtë premierë një moment të parushëm nderimi për trashëgiminë e saj të pashlyeshme për artin dhe kinematografinë. Ju ftoj të mbajmë një minutë. E paruar dhe e presh infinitas. Pjesë e kastit të filmit janë artistët ikonik, Reshat Arbana, Tinka Kurti, Luftar Paja, Medi Malkaj, Zulja Miloti, Ema Andrea e të tjerë. Në pamundësi për të qenë i pranishëm në këtë premierë, artisti i popullit Reshat Arbana erdhi në sallë përmes një mesazh videoje. Përfitoj nga ky moment për t'ju falenderuar ju dhe popullin mrekullueshëm i Pogradesit për mirësinë tuaj për njerëzimllëkun, për dashurinë që keni treguar për ne dhe mundësinë e ndihmën që na keni dhënë me këtë rast. Me fol drejtën është një fat i madh. Unë jam aktore prej 60 sa vitesh, por që punova me ikonat e kinematografisë shqiptare. Një ikonë mes ikonave. Tash nuk mund ta them për vete, por ishte kënaqësi shumë e madhe. Spektatori që një ikonë mes ikonave. Faleminderit. Është eksperjenca e dytë me regjisorin Edmond Topi, ka qenë edhe asistent i filmit dy herë mat. Një kënaqësi e veçantë të punosh me këtë regjisor. Si regjisor i mrekullueshëm që është, po si njeri i jashtëzakonshëm, zbashkut me Mirelen, me zojen e tij. Tema e filmit është shumë interesante dhe mendoj që diçka kam bërë edhe unë. Jam shumë i lumtur, shumë i gëzuar, sepse kemi xhiruar një film në Pogradec shumë të mirë. Mendoj që është me të vërtet film i mirë, sepse merret me ato që na dhëm më shumë, me jetën. Çfarë jetë e bëjmë, si e bëjmë, pse e bëjmë, e kur e bëjmë. Kjo që do shikojnë njerëzit, se nuk duhet të humbas kuriozitetin, do na mësojnë neve që jetohet, po duhet të jetojmë kështu, si themi neve. Pjesë e filmit në role episodike janë edhe shumë banorë të Pogradecit që u përjetësuan në një krijim artistik. Filmi artistik përcolli mesazhe ulëritëse për moshën e tretë, e cila bregtiset nga fëmijët e tyre, por që gjejnë forca për ta jetuar jetën me dinjitet, duke i thënë vdekjes prit. Të them të drejtën me pak emocion, sepse ka 10 minuta që është mbushur salla. Dhe ne nuk na ndodh kjo shpesh. Siç e thash edhe mbrëm që ishim bashkë në studio, ky është një qytet që për ditë befason pozitivisht. Në cilësinë e producentes ekzekutive, ju uroj mirëseardhje në premierën lokale të komedisë romantike muzikore Vdekja le të presë. Turi i prezantimit filmit nëpër Shqipëri u nis nga Pogradeci, jo thjesht dhe vetëm sepse këtu ra çaku i parë dhe u xhiruan skenat më të rëndësishme të filmit që do ndiqni sonte. Vdekja le të presë është pjesa e dytë e filmit artistik i jetës së ardhmes, ndërsa pas premierës së Pogradecit, filmi do të bëjë turin e tij në të gjithë vendin, por piknisja ishte në qytetin Bregli Qenor, ku lindi dhe u jetësua ky projekt artistik.